u kapen me, nuk janë 50, janë 90 milion, se 80 milion, po s'kansi. S'kansi. Tani, e them këtu, prokurori, për mendimin tim, e ka bërë punën e tij. Nuk janë prej guri. Nuk mund të them. Sepse ky i kërcënon. Ky i zhduk. Ky i thotë ke personal me mua, e zhduku. E zhduku Ervis Martinin. Ta di targën, i tha. Hiku. Si din kush na me nishon ati. Edhe i tjeti se kujtë tha para disa mujsh. E ke personal. Dhe po tha personal, a i të nxjerë banda dhe të vret. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe, nuk e di i ka thënë këti, se këta janë dhe nuk i thonë gjëra që a i duhet ta denonzoj publikisht. I tha po jo ke personal këtë pa di, po e vërteta është që Dera Qiçeli, prokurori, është derë që nëzori lakuriq të zi si që është rrafshin korruptiv Edi Rama. Ndaj dhe njerëzit e politikës që duhen të mbajnë të vërtetat, nuk mund të pranojnë kur lubin për të parë në këtë aferë. Jo, nuk është lubi e parë. Nuk është kokë turku, jo, është gjerë tek vesht përgjegjëse për aferën. Se këtej thot është pallosh i gjatë, këtej firmos 50 milion shet. Kuptojnë vetë ju që janë këta më topë, këta një lumë. Pra, por ne nuk jemi ata që mund të pranojmë këtë. Ne jemi ata që do përballemi dhëm për dhëm me Edi Ramën. Do përballemi dhëm për dhëm me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve. Ju garantoj ju se po të mos qenë ato protestat udhëhequra nga Belin Kliçi, 46 javë në çdo lloj moti, Erion Velia do ishte në zyrë sot. Do ishte në zyrë sot. Dhe ne jemi realistë, të gjithë e dinim se Erion Velia i nuk ishte Edi Rama, ama në ligësira, në qoftë se kishte vlla siamez me Edi Ramën dhe të papërsëritshëm ishte Erion Veliaj. Kështu që ai mund dhe ajo djerës, ai guxim dhe ajo sakrificë ka qenë në vlerësimin tim ndër më eficientet dhe më të rëndësishme që ka bërë Partia Demokratike. Ai përbënte një rrezik madhor për vendin. Me karakterin e tij. Në çdo aspekt. Me të ne shpëtuam vendin nga gjysma e zezë e Edi Ramës. Gjysma tjetër është me zezë, po nga njëra gjysmë e zezë e Edi Ramës. Po. Po kësaj herë ne nuk bëjmë atë analizë për para, jo. Kësaj herë kemi djallin për brysh, ta herë do kapim Edi Ramën. Jo, nuk e pranojmë ne, se e ka lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtori kryesor. Fajtori kryesor është Edi Rama, pastaj vjen lubia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen
e tanë e pitas Gjersa Edi Rama të largohet nga jo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit për balën me te, nuk kanë asë një kredibilitet, asë një të drejt morale të shkojnë tek zgjedhësit. Jo. Pra, kjo është afera ku mbreti ka dalë lakuriq. S'mund pranojmë në sultaneshën për mbretin. Jo. Ne ati do i përvishëm. A ju ka bërë atë. Si kundër, a ju ka bërë, thuja, aeroport e Vlorës. Një lloj. Kjo thjesht një shtithush, se s'do se është të përdor të fjalë që s'duhet thanë, po kjo duke zbatuar porosinë e tij, kot. Kurse aeroporti në Vlorës ky se aty vidhet majm. Ku mund të bënte ministra aeroportin në atë mënyrë që të paguajnë shqiptarët 140 milion euro biletat munguara? Kur mor? Po pse? Po se ka i mekanizëm thjesht. Po cili është mekanizëm? Po nuk e ndërtoj me këtë kapacitet. Fillimisht e ndërtoj për 100.000 pasagjerë. Shkojnë të 100.000 pasagjerë, e bëjt tek 300.000. Siç është bërë me aeroportin e Tiranës, që është shtuar 4 herë. Po këti i duhej, kishte gjetë skemin e Edi Rama të villte, dhe prandaj e nxori këtë si aeroporti më i madh i Ballkanit, aeroporti i Vlorës. Vjedhja më e madhe e Ballkanit. Kjo është. Edhe aty do kthehemi. Do kthehemi. Se këto që janë, këtu s'mund thotë Edi Rama. Se më hanë dardhat dhe hanë kumllat. I hanë vetë dardhat, i hanë vetë kumllat, dhe bishtat i hedhë mrapa që çfarë u mbetet për të tjerët. Imagjinoni miq. Arben Ahmetaj me mandat arresti, sepse bashortja e tij, ish bashortja shtonte pllakat paguara nga Mirëmërtirja, Zot ose nga kush nga ata, më thonë. Dhe për atë mandati arrestit. Në një kohë kur ai për hir vërtetës kishte kundërshtuar 4 herë ndërtimin e atij impjanti, incineratori. Tani, duhet jemi të ndershëm dhe të drejtë. Në qoftë se presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën. Tuneli Llogaras është vepër kriminale. Është kryer krim. Dhe është kryer nga Edi Rama. Ndaj dhe tani ne demokratët në frymëzimin atyre protesta që hoqen nga froni njërin nga ligësit më të mëdha karakteriale të këtij vendi, siç ishte Erion Veliaj, se ishte. Tu them domon, nuk mund të njerëzit nuk e din, po të hysh në bëma dhe gjëmat e tij janë të pabesueshme. Tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. Leonida me 300 përballoi 100.000. Asgjë s'mund t'i thyej njerëz të guximshëm që mbrojnë një çështje të drejtë. Dhe nuk ka çështje më të drejtë se kjo.